Ju thash më herë që do ta kem një mysafir i veçantë, është Atik Koshi. Atik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve. A gjosh herë gjithmonë atë çova unë vëlla? Ja, sot kum pas me flet pak më gat, po pastaj. Gjithmonë. Tu ja qelloj unë gjithmonë. Pra Atik Koshi me neve. Atik, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit juve. Përndryshe e dim shumë mirë që Atiki është kapitan i klubit basketbollist Vllaznimin Gjakov. Qysh e kemi basketbollin Gjakov? Ekipin, munda më thonë kena mirë ekipin tonë, po se basketbollin, po disha më thonë, po ekipin mirë kena stash. Po. Sa kena nisë një javën e kaluar në fakt e kena nisë me fitore, tash të këshyr më mundu se sot e kena luajn tjetër. Po pikërisht sot me Ravecin në Prizren, ha? Prizren, po. Po. Edhe është loja veçantë për ne se duhet me fitu. Se duhet me fitu. Duhet me fitu këtë lojë se mastaj kena luajn me Prishtinën brenda shtunën ose diellën që komo qenë besoj që spektakël komo qenë. Po. Edhe jo që po mendojmë për atë lojë më herët, po një herë duhet me fitu shtatë sodit, mastaj ta shohim ç'po. Po mdoket aty keni pas një 3 humbja mdoket. Po, 3 humbje të marr parasysh që si kena pas këtë lojtar. Lojën e parë me Bashkimin, sidomos ku kena pritë që komo shty liga, mastaj su shty kena ndru lojtarët pa të huj, kena luajt vetëm me një amerikan. Na qëllaj, keq mastaj se ardhe nuk du të më shku në Shqipni një javë ditë përgatitje se salla u kon zonë pe gjithë po. U du të më shku atje një javë ditë, diku 8 ditë, mastaj se na kthy me një herë kena pas lojë me Trepçen, edhe ka humbje mastaj yllin e humbëm sekondat fundit për një pikë. Një pikë 2 po. Po. Edhe tash të burën e fitum, masi vendas ke loja parë. Po, tash kjo loja e ardhshme. Besoj që duhet me fitu, kena në Prizren, me Ravecin edhe... E pse në Prizren? Se kanë sollën zonë të ata. Raveci, Prizreni, është sollën së di se kanë ata... Po. Në Prizren është solla e lira dhe në Prishtinë, nuk e di pse kanë sollë tjetër, azi qa. Uroj shumë fitore. Po më intereson që po thu kem në Shqipëri përgatitje. Po. Në cilin vend? Në Durrës. Durrës në Goga Basket është aty si kamp. Edhe është i veçantë se nuk mundesh as me dal as diçka tjetër, është vetëm në një vend. Veç aty po. Ki me sallë, me ushqim, me dhomat, me këtë në një vend, me fitness, domethënë s'ke nevojë me dalë jashtë asaj. Kushtet e mira kanë qenë që më mujt me u përgatit pak. Qysh është aty po më intereson gjendja financiare e klubit? Gjendja tena është e mirë se çdo i marrim me rruga, me... Domethënë jeni në rregull, po. Deri tash për çdo vite që kam qenë në vitet e fundit, 3-4 vitet e fundit kapiten edhe kësi tu marr parasysh që ndru kryesia dhe s'di para 3-4 vjete. Po. Dhe nuk ka pas as vonesa diku që kanë me të bërë shumë sa. Jemi alo me Idalin, domethënë Idali është si kryetar edhe Idalin domethënë e kemi për çdo lavdot. Sigurisht. Idalin e kemi për çdo lavdot edhe ka qenë këtu disa herë. E ka kthy atë më thonë fytyrën e vërtet që me pas mi shumë fishu Idalin, mi qit edhe në ekipe tjera, mi qit edhe në futboll edhe i kryen disa punë, goxha, i kryen disa punë që s'duhet ndoshta me kryetari. Vërtet, po. Kum po para 2 vjete, një vjet në fakt, 2 vjete kum po tu e qiu kushin, domethënë kryetari i klubit tu e qiu kushin. Po. Se është punë e kryetarit, po. E di, po, kur do me shumë punë, po. Kur don me pas shumë sukses, normalisht që mirret njeriu me se nuk mundet me najt ai, është veç asi. Po, bravo, komplimente shumë të mëdha. Edhe dim shumë mirë që edhe tifos nuk ju kanë lënë vetëm hala. Jo, absolut. Se edhe ka nisë edhe më u thu dhe ato që kanë mundësi edhe jashtë Gjakovës. Se me rregullat federatës nuk guxon më u thu tifozëria kundërshtare. Jo, vetëm se për shembull me Mitrovice, me Trepçën kanë çfarë miqësie, edhe u thojnë gjithë tifoz ton atje. Po, edhe ata vinë me siguri këtu. Po, nëse muin ata muin, se a dim miqësisht jena me ta. Në vende tjera ku nuk shkojnë bashkë mirë, nuk mujnë më thu me ligj të federatës. Po vendas çdo lojë kanë qenë, nuk di as edhe lojë ku para 3 vjetë se më thon se tash jena pak më të fortë, ku kena ditë që kena me hub ata kanë qenë. Po, kanë qenë sigurisht. Edhe që kanë ditë që kanë me hub. Bravo. I përshëndesim shumë se me siguri dikush është na pa prej tyne. I përshëndesim shumë tifoz e Kuqezinjeve të Jakovës. Edhe i themi që bravo Dian, bravo, perfekt.
Atik po më intereson ti jeni një farë përgjegjësie si kapitani i grupit, i kapitani i klubit. Është përgjegjësi, po edhe merit masnaj, po se për humbje që e merr atë piskomin i parë. Po edhe meritë masnaj e merr i parë, edhe pse ndoshta s'ki bëu shumë për çat lojë për ekip, ka fituar ekipi, e ki mbar meritën edhe kapitani. Domethënë edhe gjatë lojës ki përgjegjësi, domethënë ki. Po se për shembull një sjellje e pahishme e lojtarit, për shembull për lojtar mes veti, mes nesh. Ade unë jam kom se si ki majt lojtarët, apo se si ki tërk vrejtën e nejsana. Po mi majt mërë ta ka 2 metra. Po jo, ka mi këshir punën tema, mi këshir koshin, mi këshir lojtarët, trajnirën, mi këshir, po qashtu, ade vjena, ka pak, me mas viti, shkon të ardhë. Trajnirë zakonisht i ka këto më punë, po të kalzën. Dhe qërë që pak me kështu, pak sjellet ma dëshimta, dhe një kosh për ti disiplinu, një këmë po, uj do të minaj. Rej ofër, ose mes me merë gabim teknika, ose diskualifikim bi referit, dhe ku t'ja njëse del për vetës, duesh më shku ti i pari mi thonë, unë e folje për shamu dhe në instancë, mes me lën... Për këtë ekipen, ti folj, po. Mes me lën me dal lojtarin tam për vetës, është shumë shpejt mundet për shamu në referit me të qitë. Jashtë lojës, po do me gabim dytin. Me një gabim, a i veç që bën e knosh. Ati këti do më thonë një prej lojtarëve ma të hershëm aty në Vllaznim, apo? Po, sezoni 4 në zga bufsha në Super League, në Vllaznim, po. Si vetë është sezoni 4 të... Që i bjenë që sa vite totalisht mirë është, do më thonë prej fëminis. Prej fëminis, po prej fëminis, po 2 vjetë kom qenë në Ravec, 1 vjetë pastaj kom qenë në Prishtinë. A do më thonë ke lujt edhe për Sigal Prishtinë? Po. Vetë kur atë kohë nuk u konë Vllaznimi fort pretendencë, më thonë. Kur kanë lënë talentat, i kanë lënë me ik talentat. S'po di sa më thonë, po dhe kanë ndryshuar shumë kryesie, shumë se nuk ka pas. Në fakt edhe financiarisht nuk kanë qenë mirë. Po. Me këqyr hollë se çajo bën tash ekipin shumë vështirë, po është mos me pas një farë buxheti që të paktën me startu edhe me lojtar shumë vështirë se ekipet tjera po investojnë edhe nuk po mundesh më konë më konkurrent pa një buxhet solid për me kësaj. Edhe për çato u duhet më shku edhe për ekipet tjera. Po atë ka animu që kjo eksperiencë me po edhe qysh veprojnë Raveci, qysh veprojnë Sigal Prishtina, qysh, domethënë. Po, ka animu edhe pse tash Raveci. A dallojnë ato dy janë mes veti bashkë më intereson. Po, edhe pse përjashtojmë Vllaznimin. Kur kom qenë në Ravec ka qenë ekipi tjetër, ai ekip ka falimentuar para 2 vjetë, tash kanë ndruar emrin në ekip tjetër. Sa për lojtarë, në siguri. Po, tash ata lojtarët i kanë marrë tjerë, po mendoj kanë qenë ekipi tjetër, tash u bë tjetër, edhe Prishtina ka qenë mas pandemisë, mos ka bufsha kam qenë aty edhe kemi qenë lojtar vetëm vendor, edhe patëm fituar Superkupën vetëm me lojtar vendor pa amerikan, po pastaj po tani lëndim, ato ligamentet e komës më pata akpute edhe do të si një gjys viti më pauzu, pastaj vitin tjetër më rikuperuan ligë parë, pastaj më vazhdua për Super League. Po këto në çdo sportisti që mund më ndodh, po ndush më kon pak i durueshëm. Bashkë më intereson puna e amerikanëve, edhe kur pi shok kështu vetëm tu dalën nëpër qytet, a din diçysh bashkë më pëlqen ndjenja që po vinë te na e po luajnë për neve. Bashkë më intereson çysh po përshtypja aty në çka po thojnë, çka a shoqënoi me ta, dilni. Po tash ai merrni mi tregu vende kështu. Po ku ti me ta jeton kuën, se më thon se 2 janë ditë ushtrime me fitness, me kësi, me ushqim drekën, darkën, për të bën orari punës. 8 orë për të bën me ta, do të fiks orari punës, po duhet edhe normal që shoqënjosh, kanë takim punë në zyrë mi pas. Po. Bën kuën e po i pëlqen se na adin. Se di që në ndru këta në tjerë tash, po? Po. Zakonisht ndrohen se ata që vinë për Amerikës mendojnë që i bojnë një por statistikat mira që më shit dika tjetër. Si trampolinë. Po, si trampolinë. Edhe është liga goxha e fortë e Kosovës për këtë arsye se është si trampolinë për më shku në ekipe më të forta të Evropës. Si lojtarët e vjetër për shembull, secili ka 4 fishu ose 5 fishu rrogën që ka pas këtu në ekipën Slovaki ose në Greqi ose kudo që janë shku tjerë. Në çdo vit ndodh kështu. Zakonisht klubet e Kosovës nuk e kanë këtë ide që mi rikthy viteve të kaluara lojtarë që kanë qenë. Se rrisin rrogën secili, e lypin shumë më shumë. Po. A për çato, këtu besoj që mirëpresëm që edhe mi pyet ata amerikanë që kanë qenë vjet. U knaqë për shtypet mira. Dhe thëshë mos më gjet diçka shumë më mirë financiarisht,
Sigur se kena mu këthys mu. Veç mi pyet se cilin vitin, e? Po. Kanë qenë, besoj edhe me këta tash ka mu qenë se ka mu kështu se fillimi veç. Po. Mu i parë e shohin që i presim i inshallah tash ku të vetë ata. Pa dyshim, normal që tu të na këtë kalojnë mirë se na jena mik pritsa, na. Bile qëto e kena, që mësme. A ishin të mirë këta, do më thonë, 7-3? Po, ja. Të mirë, super. Do më thonë, pritet më shku. Ja. Kena pas fatin se zakonisht ndodh në ekipe tjera që kam qenë kësi që më s'mi pas fort sjellshëm ose ade arrogante. E pam një rast që ke njëri për ish lojtarëve tonë diçka. Po ai me ne ka qenë mirë, jo. A me ne ka qenë mirë. Po lunaj tash Kosova, a? Jo, në Kosovë. A jashtë ndodhi çaj rast, ja? Në Slovaki ka ndodhur. Në Slovaki janë çekimës ka bëfsha. Slovaki më. Edhe tash ka qenë pak temperament ai po. Po më duket na ka me të faj neve për çato se këtë mediat ish lojtarë të vllaznimit po bre. Ish thuti thuti këtu e ka marr. Nëse keni jap kënos më. Ja kanë shti njëjtë vetën qef, kanë thonë qësi je i fort. Del, ja po bëja i gore, po diqysh apet lojtarëve tjerë diqysh arsyetohen mu ka pak e mu shty, po basketbollistat diqysh atik na shtapiqeni të mdhaj vlla me trup. U të kapën dokët tu që shaka buhet. Shka po thu, dhe me këtë nuk mujmë në ashka? Jo, ma tragjike m'dokët. Ma të mdhaj, diqysh dokët ma, tu se gjigantat të përla. Po më intereson atik me ditë që shot gjendja e trive, talentëve tri, a pritet ky vend me pas? A pritet që dikur me lujt vesh me lojtarë tonë vlla, politikën e klubeve në Kosovë shumë vështirë që mundet me ndodh kjo ndonjëherë. Po sepse konkurenca i ka. Konkurenca dhe klubet në Kosovë, jo vëllaznimi, po ekipet që luajnë për shembull në Champions League, në FIBA Cup, si Trepça, Bashkimi, Prishtina, këto tjerat. Mendojnë që rezultatet më njëherë duhen mi pas, edhe është arsyeshme për ta se sponsorat që vinë kësaj mendojnë që aty për çatë mi pas rezultatet, më shumë me fitu ligët e Evropës ose diçka dhe është shumë vështirë me ata mi thon sponsorave financojnë neve, po mas 5-6 vjetër, 10 vjetër me na dalë lojtar i ri, ata duhen që aty për çatë rezultate, dhe kjo problemi kryesor. Për të na kemi janë Amber Bedra dhe Dencingo që janë pak ma tri që luajm në kësi, që janë Gjakovës plus edhe për kategori 3 ata që kanë marrë edhe një trajner tjetër, është Bosnjak, mos gabofsha akkurat. Është ndim trajner Joni, po mirë edhe me kategori 3 që përpritet. Si lloj po, të dy, po si koordinator, më thonë, s'po di po ju ushtrojnë edhe kategori 3, është trajner Dorant Hanja, Dritan Roci, di që mirën më shumë me kategori 3-ja. Po. Me rini, me. Po, njër 18, njër 16, njër 14. E di që është një gjenerat njër 14 vjet, pa ta pas do treninga me ta që kanë ndima predispozit ndoshta që më dalë bityn e dikush tjetër. Po. Që gjenerat më kalon për kështu, si më thonë, më ka rënë sy. Po shtypje, po. Po, shtypje. Po s'pedi duhet ma shumë më punu, di nuk mundesh me 3 herë në javë me ushtru fëmija me prit me bu profesionist. Përpara ushtrojshim shumë sporte në për oborët shkollave, tash nuk diq që shqëndrën, domethënë s'dia ka mo kosha, ka mo. Ndrysh është me lujt të nditën për shembull që aty. Deri sot do boke terra. Nuk i vjen edhe me ushtru profesionisht, kofse lunaj të nditën, se që po thu në kosh për jashtë ose në futboll me lujt edhe diçka, kofse lun të nditën, vetë instinkti i fëmisë është i arrin ato lëvizje. Që aty mëson, që aty forcohet. Po të paktën si fëmia, të paktën njër 12 vjeç ose njër 14 kësaj masnej normal që shkon si profesionist mas 14-15 vjetë. Atik më intereson tash ti si kapiten i klubit, a e bart me vete gjithmona, do këtu se gjithmonë kur ti e përfaqëson vllaznimin e përfaqëson klubin. Po, që ka njerë edhe në qytet ose dika tjetër, se kom sidomos joknin me emblem vllaznimit do të di si pasillesh, edhe në kontratë besa kemi që ose jem e përfaqëson një klub, e përfaqëson një gjest i pajishëm që ai lojtari apet që po thuhet të shkruhet ish aty. Po. Tash ti nuk je ish që lojtari i bën një gjest ose diçka, po. Bën një gjest në lokal ose në kafe ose diçka ti apo këtë dinë që kush edhe ja përfaqëson klubin e duhet me pas parasysh që i majt veten vaka di si pasillesh. Pikërisht. Po këtu te na vedia është hala nuk është në atë nivel që
me pas për shembull, normalisht edhe qyteti duhet me pas respekt për secilin lojtar, për secilin kanë si më thon se të përshëndes, sidomos fëmijët atë t'i japin kënaqësi se duket shka bëshojnë se di që po më intereson për trenerin atë pak. Domethënë ky trener ka qenë edhe sezonin e kaluar. Po fiks para një vjeti kohë. Domethënë do të vazhdoj edhe në këtë sezon. Po ka kontratë për këtë sezon. Sa jeni të kënaqur me to? Jemi shumë të kënaqur se në atë pozitë ku na kon në nëntor vitit kaluar se mi kon fort mirë edhe siguar trajneri e ka ndryshuar atmosferën. Atmosfera është kryesore te ai se kretina që më thonë me qef shkojmë stërvite, që është thënë kryesor, besoj që pas disa vjetë e kom vërtetu që kofse nuk shkojnë në punë me qef, dhe edhe punë e jonë që ajo është. Është fjalla që thojnë nëse dënë nësë me punu kur, gjeni punë që të pëlqenë. Qaja, me pas qef që shkojnë atë, mas ne është shumë e letë, mas ne e mërë si loj, ku ta mërë si loj, ku shko qef me lujt. Ku ta mërë si loj lunë edhe knaqësh. Nuk e kisi punë, abdja ku më shku më punë, ku më shti, më nëzise për shkaj, ku shkojnë me qef, ku më shku me lujt. Se mërë si punë asë ne edhe qëta ka bo mirë trajnerë për vitit kalun edhe kun po që është si pedagog. Interesant, strategji interesante. është pedagog në është ta eksperienca atina, se i ka 30 vjetë që mirë edhe në basketball dhe kun klube tjera edhe i ka ra me të lëfar lojtare, me të lëfar racë, me të lëfar njëri edhe din që shkojnë. Edhe ai për faktin që rrinë është i knaqën, zakonisht me ekipen e me juve, me pritjen, me trajtimin. Ai ka pas ofertë më zgabofsh edhe në ekipe tjera pas sezonit edhe me vlera më të mëdha, nuk po ka preferuar se e ka pas që kena pritë, se bëthë mirë pritja, kanë prit. Ja keni ngulit atë kuqezin. Ja keni ngulit kuqezin. Vetë një ato që kanë mirë prit, ai të kallzon qysh. Fiks. Jo, po të kallzon vetë qëndrimi i tij edhe të kallzon vetë puna e palosme që bëhet. Ati ku ne të falenderoj shumë që erdhe edhe bëjmë thirrje gjithëve mi për klubin basketbollistik Vllaznimi. Urojmë shumë sukses në këtë sezon edhe në lojën që do të ta keni me Raovecin. Po fora thëshim në subofsh me të kohë. Po jo e në ekipi mirë duhet. A është Ylli, a? Jo. Jo, Raoveci po. Ylli ka ekipin Sorikës, po. Jo kanë ekipin e mirë. Te Fidonit i përzihen gjithë Sorika me Raovecin, e masa më tha para herë pituni Sorik herë Raovec, tash dy janë të çanta, nuk ka një. Kish pas kujtu që Raoveci me Sorika në një. Jo, do të mos më marr asgjë më shku me fitu. Absolutisht. Do më rëndësi. Pa lun rol edhe kjo numri pikëve, distanca për shembull. Lun kofse në fund vitit e ki pikë të barabarta atëherë lun rol. Po është shumë vështirë, gjasa shumë të vogla që më kon. Jepni gaz, me fitore një pikë si një. Jo fitore, po me mujt po. Shkelje. Atë falenderoj shumë që ishe. Unë gjithashtu i falenderoj të gjithë ata që ishin me neve, që patën mundësi dhe kohë na përcjell. Përshëndesim hotelin 12, hotelin Kulla e Sahatit. Neoplas në Gjakov me prodhime të plastikës dyre dritare, ëmbëltorën nga Peja në Gjakov, Agusholli dhe fshatin e Gjelbër. Faleminderit shumë edhe atij koshin, kampionin, basketbollistin, kapitenin e klubit ton të zemrës Vllaznimi. Faleminderit shumë atij, edhe të falë e bën gjithëve, idealit e të poshtë gjithëve. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzikë. Ama mirë këtu, a atje.